Gojtje e lirë, Cetanoski mendon se ka ndërhyr ndaj Xhelili Mehmedit, ndonjë nga reparti i mbrojtjes skuadrës së Rashtanit, Fazlioski si gjithmonë. Në drejtim të Danit, pastrojnë futbollistët e Rashtanit. Në minuta e parë takimit Roker Shtani Zazi 0-0, Dani para Danit, futbollisti me numër 6 Trajkovski. Disa futbollistë skuadrës futbollistike të Rashtanit janë futbollistë të moshuar, vetëm merrni me mend se është Ljubomir Jolevski, Misho Dimitrievski, pastaj Zoran Dimitrievski, Spiroski e të tjerë janë futbollistë që janë mbi 30 vjeçare. Në qoftë se them edhe atë se dita në mëngjes të njëjtë s'mund në këtë moment të themi, nga se është një përsi e lehtë e skuadrës futbollistike të Zajazit, munduan futbollistët e repartit të mbrojtjes të Rashtanit në çfarëdo mënyre të largohet, të evitohen rastet sa më larg të jetë 16 të kësaj skuadre. Joleski. Gjeladini tenton drejtim të Danit. Dani Koronoski para Fatmir Zeqiri të Koronoski. Mbet topi Zeqiri, Spiroski. Me numër 8 Fazlioski. Gjeladini bashkëpunon Bokun në drejtim të Zeqirit. Rasim Mehmedi. Rezultati i barabartë, Rasim Mehmedi bashkëpunon me Fazlioski në drejtim të Zeqirit. Koronoski sprovuar me i përvoj jashtë kështë të madhe, largon topin Agim Ahmedi. Fazlioski organizoj sulmin, top drejtim të Danit. Fazlioski, Dani atë e bën shumë bukur. Dani, Fazlioski, Gjojtjeti, pretë Gjorgjeski. Ha mendet njerë, 2 herë, 3, nuk startuan ashtu. Për një herë të gjuaj dikush në drejtim të portës, sigurisht rezultati do të ishte i zbuluar. Me numër 11 Angeleski. Me të drejtë Cvetanoski tregon jashtë 16 që të gjuajtje të lidhë rrezikohet porta e Seferit. Para 4 futbollistëve, Angeleski depërtoi për mrekulli nga pamundësia që ta ndalin, ndërhyn në mënyrë pa rregullt dhe tani rrezikohet porta e Seferit. Ndërhyn Ismet Murati, por jo këtë rende për t'i ndihmuar skuadrës futbollit Zajazit, por ekipit të Rashtanit. Numër Spiroski, Fazlioski, Gjeladini mund të organizohet kundër sulma. O fregoan sikure i tretit të kishte hyrë nga mas, mund të them, sigurisht nuk do kishte pozit jashtë loje. O fregoan unë dalën me një formë futbolistët e Zajazit. Koronoski. Kur them u fregoan mos jenë në pozitë jashtë loje apo në offside. Gjeladini, di bukur të bashkëpunoje, u mundoa me numër 8 Jusufi, Arena, lëshon topin në rëmanja ansore, top për Gjeladinin. Jusufi bashkëpunojnë bukur, Dani, nuk ka pozitja shljoje, nuk ka pozitja ljoje, po një pozit qesharake. Pozitë qesharake e ndimës e referit Mickoski. Nuk kishte pozitja kjo ndo. Sene centar šutaj.
Largon Kurnoski, Rasim Mehmedi. Vazhdojnë një aksioni futboliste të Zajazit. Nuk je përshenjë për ndërpretjen e lojës. Gjeni Mehmedi, Angeleski, Rasim Mehmedi, Zeqiri fuqishëm. Prema një ansare për Rashtanin. Gjeladini, Dani, tetim të Jusufit. Me numër 4 Joleski, Shkurtë, Zatko Dimitrieski. Nuk hy në kurthë, burim Zylbe Ali, Qetë në rivon një ansare. Qetë përqafon topin me një degazhonë, Gjeladini me sfushori, skuadrës Jusufi, Dani, Jusufi, sikur është i cunguar fsulmi ekipit Zajazit, Fatmir Zeqiri, të shojmë se çdo të ndodhë krasimi tim që Jusufi Kurqa. Edhe një rasti 100% për skuadrën e Zajazit, nuk konkretizohet të mbet rezultati i barabartë 0-0. Që duhet të bëj Fatmir Zeqiri për të dhënë gol? Duhet të jetë i kujdesshëm Jusufi. Sipas rezultatit që në kam Gjeladini paron takimi. Kjo priteshte nga Cetanoski, i cili e përfundoi takimin, nuk duhet të akuzojmë për asgjë, e drejtoi për mrekulli. Takimi i cili priteshte shumë, mirë po vjera e këtij takimi e bëri të veten, kësi derbish janë të rënda, edhe përfundimi i këtij takimit është i barabartë, Rashtani Zajazi 0-0. Miru ndëgjofshim, miru pafshim në emisionet e ardhshme.